ne me 8 vjet, apo më fakt me 10 vjet pra ne me 8 vjet gara, sigurisht që me një numër sa banori jemi dhe me një shtet si Kosova që hynë në rangun e shteteve të vogla, për ka territori, sigurisht që jo rastisht edhe FIFA në ka qujtë dhe UEFA story suksesi. Pra, kemi ardhur deri këtu që unë nuk e nënçmoj këtë rezultat të djemve deri këtu që kanë ardhur, se është rezultat jashtëzakonisht i mirë, po edhe i madh, por sigurisht kur ishim kaq afër është për me dhimbje, sepse po të kishim luajtur këtë lojë dhe të ishim kualifikuar për kampionatin botëror, do të ishte krejt një histori tjetër, për vetë faktin që luhet në Amerikë, në Kanada dhe në Meksikë, ju e dini Amerika sa ndikim ka pas në formimin e shtetit tonë dhe sa Amerika neve na përkrah edhe tash në formimin e shtetit, jo vetëm në çlirimin e shtetit. Dhe aq më shumë kur në grupin i cili kemi qenë të caktuar, është edhe vetë Amerika në atë grup ku do të kishte qenë një lloj falënderimi më i miri që mund t'ja bojmë Shtetit e Amerikës, pikërisht që të ngriten flamurat bashkarisht dhe himnet e të dy shteteve, shtetit i cili na ka ndihmuar të bëjmë shtet, dhe kjo do të ishte një farë lloj shpërblimi edhe për vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për faktin që ne ja vdim gjithherë atyre të mira që na i kanë bërë, dhe sigurisht që do të ishim një mirë edhe na edhe ata, që është një produkt i cili e kam pas drejten, shteti jonë është një produkt i cili e ka pas drejten vetë Amerika, do të thonë i dëshmohet e drejta që e kanë ndihmu një popull të tillë bashkë me NATO dhe me Bashkimin Evropian dhe me të gjitha shtetet për krah ushtrisë tonë çlirimtare dhe politikës tonë të atëshme.